Të nderuar banor të Mislodeshdës, i nderuar kryetari i tashëm dhe i ardhshëm zoti Ramiz Merko. Kam nder të veçantë që sot kam mundësinë të jem në mesin tuaj dhe ndonse mikpritja është cilësi e gjithëmbashme e shqiptarëve kudo që shkojmë, kam përshtypjen se qëndrimi im në Strug çdo herë është i veçantë. Këtu çdo herë gjej një farë prehje dhe kënaqësie. Për atë ju jam mirënjohës dhe ju falenderit. Aq më tepër kam kënaqësinë që sot mund t'ju drejtohem me lajmin për gurthemelin e kësaj ambulance të re, që nuk është vetëm gurthemel për një ambulancë, nuk është gurthemel vetëm për shëndetin tuaj, por është gurthemel për ardhmërinë e Mislodeshdës dhe për ardhmërinë shqiptare të vetë Strugës. Të nderuar banor, gjatë këtyre 20 viteve në për këto fshatra kanë kaluar shumë politikanë dhe shumë parti. Por ne, kur japim fjallën, ne nuk kemi fytyrë pastaj të paraqitemi me një vend nëse nuk e mbajmë fjallën. Prandaj jemi këtu sot për të realizuar premtimin e kryetarit Ali Ahmeti se asnjë projekt i shëndetësisë nuk mund të kalon pa u derdhur në pjesë në zonat shqiptare, se është përkushtimi jonë që të mbrojmë edhe shqiptarin e fundit në Maqedoni. Prandaj kam kënaqësinë që në cilësinë e ministrit të shëndetësisë, që kam mundësinë sot t'ju jap këtë dhuratë të vlefshme për ju, për shëndetin e fëmijëve tuaj, por edhe për ardhmërinë tuaj, pasi që ne është përkushtimi jonë dhe i Bashkimit Demokratik për Integrim që shqiptarin ta bën zot në shtëpinë e vet, ti mundsojmë kushtet mira, ti mundsojmë arsim dinjitos fëmijëve ti mundsojmë ambulancë para derës thjesht ti mundsojmë jetë më të lumtur për të. Prandaj ne ju ftojmë që në këto zgjedhje të mbani edhe ju fjalën, edhe t'jipni besimin atyre që dhanë fjallën dhe mbajtën fjallën. Të votoni burra si Ramiz Merko, të cilën besoj që ju premtojmë se edhe unë si ministër, por edhe gjithë qeveria e Republikës Maqedonisë do t'i rinë prapa për t'i realizuar fjallet edhe në. Ju falenderit edhe një herë dhe gëzofshi ambulantën sot. Falenderit.